Procesi për zgjedhjen e partnerit privat që do të zhvillonte projektin e rijetësimit të stadiumit Niko Dovana në Durrës është ndërprer, pasi në fazën e aplikimit nuk u paraqit asnjë kompani e interesuar për të marrë përsipër realizimin e investimit. Sipas njoftimit zyrtar të publikuar nga Korporata e Investimeve Shqiptare, në datën dhe orën e caktuar për dorëzimin e ofertave, nuk u regjistrua asnjë aplikim. Për këtë arsye, procedura për përzgjedhjen e partnerit privat është anuluar dhe procesi është mbyllur pa rezultat. Vendimi tregon se projekti për transformimin e stadiumit Niko Dovana nuk do të vijojë në këtë fazë, ndërsa në dokument nuk jipen detaje nëse do të fapet një procedurë e re për të gjetur investitor apo nëse projekti do të rishikohet në të ardhmen. Sipas planit fillestar, stadiumi i qytetit bregdetar do t'i nënstrojë një transformimi të plot, duke u shndruar në një kompleks modern, sportiv dhe komunitar. Projekti parashikonte ndërtimin e një stadiumi të ri, fusha stërvitjeje, ambiente për akademinë e futbollit, hapësira rekreative për komunitetin dhe rikualifikimin urban të zonës përreth. Koncepti arkitektonik ishte përzgjedhur përmes një konkursi ndërkombëtar dhe ishte hartuar nga studioja belge arkitekturës 51 EN4 në bashkëpunim me Plan Komun. Ideja synonte të integronte stadiumin me hapësira publike dhe funksione të ndryshme për komunitetin. Zhvillimi i projektit ishte planifikuar të realizohej përmes partneritetit me sektorin privat, ku investitori do të ndërtonte stadiumin dhe do të zhvillonte zonën përreth. Për hartimin e masterplanit të kompleksit sportiv, Fondi Shqiptar i Zhvillimit kishte lidhur një kontratë me vlerë rreth 36.8 milion lek. Projekti u prezantua publikisht në mars të vitit 2023 në një aktivitet ku mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama, i cili e cilësoi investimin si një mundësi për të krijuar një qendër të re sportive dhe për zhvillimin e talenteve të reja në qytetin e Durrësit. Megjithatë, mungesa e interesit nga investitorët privat ka bërë që projekti të mbetet për momentin i parealizuar. Situata nuk është e izoluar vetëm në Durrës, pasi edhe në qytete të tjera, procedurat të ngjashme për modernizimin e stadiumeve janë mbyllur pa oferta nga kompanitë. Për momentin, projekti për stadiumin e ri Niko Dovana mbetet vetëm në plan, ndërsa mbetet e paqartë nëse dhe kur do të rihapet një proces i ri për ta realizuar këtë investim.